Kjo nis për shkollë fillore. Votova për zgjedhje më të mirë, mendoj. Edhe pse në fakt duhet të ishte bërë më shumë njohje edhe antarëve, sepse nuk kemi pasur shumë, duket ndoshta është edhe nga rregulloria, por nuk kemi pas shumë informacion mbi. Nuk kemi pasur shumë informacion pse kush kandidojnë. Nuk i njohim disa prej tyre. Jeni kandidatët për rektor, për dekan në fakultetin tuaj? Po, tani po fakultetin tonë. Tani e kemi marrë vesh, domethënë të kohët e fundit. Në fletën e votimit. Tek fletë e votimit u njoh? Me disa po, ve emrin. Ndërsa disa të tjerë që i njohim ato po. Vëzhgues nga ana e studentëve. Si po veprojt me zgjedhjet në Universitetin e Durrësit? Një proces shumë i parregull zgjedhje me ndërhyra të strukturave partijake. Kush ka marrë pjesë në zgjedhje? Kanë marrë pjesë partia. Kush parti? Të gjitha ato parti që bëjnë lobim sot brenda mjediseve universitare, gjë që kanë shkel rregulloren e zgjedhjeve dhe rregulloren e universiteteve. Disa e keni denoncuar, çfarë keni bërë? Denoncimi nuk lejohet me ligj son, sepse as kamrat me zoru lejuan të vinin këtu, nuk lejojnë asnjë gjë të bëjnë këta. Dhe vëzhguesve jo kanë dalë të drejtën e fjalës komisioni. Nuk ka si rregullore të shkruar që media ndalohet hy në mjediset e votimit, media ndalohet hy vetëm te kutitë e votimit, gjë që edhe ju nuk jeni përpjekur ta bëjnë, por jo në mjediset universitare. Dhe gjithë kjo ndodh me urdhër politikës. Faleminderit janë vëzhgues. Zotrive ju thash, hajde brenda merrni planet dhe largohuni. Deri këtu lejohet. Brenda në sallë jo sepse intimidon. Nuk kemi tentuar që të hyjmë brenda sallë, përveç të marrim filmimet dhe filmimet nuk na lejuan që të marrim. Të lutem. Hajde, unë jam antar komisioni, po të Ka them. një ligj që pengojt media dhe kamerat të filmojnë? Të lutem. Ta tregoj jo, për të filmuar jo, për të qëndruar brenda jo. Do të filmosh, filmoj jashtë. Brenda në sallë jo. Plane këtu merret, po brenda në Deri pak më përpara, procesi paraqitej normalisht i qetë, deri në momentin që grupacionet organizuara nga X parti ose Y parti, normalisht, nga freshi, po, do të thonë kanë krijuar, po, nëpërmjet proces verbaleve, duke bërë një lloj lobi, do të thoja, për një X kandidat ose Y kandidat, që nuk dua të përmend emra për arsye të ndryshme. Por që Si shikoni këtë zgjedhje? do të thonë, deri pak më përpara mendoj që ishin mirë, ishin okay. Ka pak ovacione, ka si çdo zgjedhje tjetër ka tensione normalisht, por që besoj që do të rregullohet çdo gjë dhe procesi do të shkojë mirë.